Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan priti në një takim sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, raporton Anadolu. Takimi Erdogan-Rutte u mbajt në rezidencën presidenciale në Ankara me dyert të mbyllura për mediat. Pas takimit, Kryesia e Komunikimeve pranë presidencës së Turqisë njoftoi se në takimin Erdogan-Rutte janë trajtuar marrëdhënie Turqi-NATO, zhvillimet rreth luftës Ukrainë-Rusi, si dhe çështje rajonale dhe globale. Gjatë takimit, presidenti Erdogan tha se Turqia i kushton rëndësi NATO-s dhe se si tregues i kësaj do të rimarrë komandën e forcës paqëruese të Kosovës në kuadër të NATO-s. Duke theksuar se Turqia pret bashkëpunim me aleatët e saj në luftën kundër terrorizmit, Erdogan tha se Turqia do të vazhdojë të bëjë çmos për të mbajtur NATO-n të fuqishme, pavarësisht sfidave të brendshme dhe të jashtme. Presidenti Erdogan gjithashtu tha se Turqia ka shtuar përpjekjet e saj për t'i dhënë fund luftës Ukrainë-Rusi me një paqe të qëndrueshme dhe të drejtë dhe se ka zhvilluar bisedime me presidentin rus Vladimir Putin dhe presidentin Ukrainas Zelenski dhe se Turqia mbështet fuqimisht vendosjen e një armë pushimi gjithëpërfshirës dhe mban qëndrimin e saj se NATO nuk duhet të jetë pjesë e kësaj lufte dhe se mundësia për paqe nuk duhet humbur.